ka qenë fati mirë, mund të thëmë, ndoshta i opozitës, që pjesëmarrja ka qenë e vogël, por Ramja edhe pjesëve, sidomos e PDK-s, ka qenë bukur e madhe. Po që se për momentin e bëjmë një analizë që PDK të rrët të 180.000, atëherë situata do të ishte më ndryshe për partinë e pushtet. Po mendoj çdo herë në aspektin që do pësonte më shumë. Por Ramja ka dikon 37.000, mes 37.000 dhe 40.000 vota të Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe pse me numër besoj të deputetëve do qëndroj atu dikon, 22 deputet, momentalisht është 21.09 përqindja, dhe do thot realisht mund të shkoj edhe në dikun mes 22-23 deputetëve mund të ketë Partia Demokratike që nuk ka lëvizje. Lëvizjen mund të them në përqindje nuk ka nga zgjedhjet e kaluara, po ka Ramje nga 180.000 ka u përbukur shumë vota dhe kjo mendoj që është ai defekti më i madh nga se Partia Demokratike ka pas një situatë më ndryshe se sa parti tjera, sepse liderët e tyre fatkeqësisht gjenden në Hag, në një proces të padrejt, që mendoj që deri dikon nga shtatori do kemi një verdikt, i cili do të jetë verdikt çlirues dhe të pafajshëm për 4 ish-liderët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe kjo do të ndihmonte apo mund të them do të cilëte një stabilitet dhe ngritje, pastaj po qëse 2 liderët kryesorë të PDK-s do merrnin prap timonin e Partisë Demokratike. Mund të ketë një stabilitet kjo parti. Përndryshe, mendoj që edhe votuesi i PDK-s kësaj radhe ka qenë në një farë mënyre jo mobilizues në atë kuptim dhe jo interesuar në atë masën sa çdo herë Partia Demokratike mobilizon votuesit e saj. Dhe kjo mendoj që është ajo është faktori kryesor që Partia Demokratike kësaj radhe nuk ka qenë në gjendje ta ruaj votën e saj, por përqindjen për shkak të pjesëmarrjes më të vogël kësaj radhe në votime ka pësu Ramje, por ruan dikon përqindjen ato dhe mund të jetë mes 23 deputet, eventualisht 24 pikë pyetje, por dikon mes 22-23 deputet.